Pas më shumë se 30 vjetësh ka pasur një ndërhyrje në varrezat e dëshmorëve të rrethit të Korçës, ndërhyrje që ka filluar nga rruga e këtyre varreve, sheshet brenda tyre, por ka pasur gjithashtu ndërhyrje edhe në varrezat e dëshmorëve. Mëtej, raporti gazetarit Tonin Froku. Vetëm pak kohë më parë kemi qenë këtu, në varret e dëshmorëve të dheut të rrethit të Korçës, këtu koprehen 940 luftëtarë. Ne kemi qenë këtu si grup gjirimi të televizionit Sot 7 edhe për atë sepse gjendja e varreve nuk ishte as pak e mirë, pa thënë diçka tjetër. Kishte vite pa vendor në varret e dëshmorëve të dheut të rrethit të Korçës. Kishte rreth 30 vjet ose mbi 30 vjet që nuk ishte ndërhyrë në varrezat e dëshmorëve të qytetit të Korçës. Prandaj dhe situata si brenda varrezave ashtu dhe në rrugën që të çon tek varrezat e dëshmorëve nuk ka qenë në gjendjen e dëshiruar. Kjo ka qenë dhe arsyeja sepse Bashkia Korç ka prokuruar një fond prej rreth 180 milion lekësh të vjetra për ndërhyrjen si në rrugën që të sjell tek varrezat e dëshmorëve ashtu dhe brenda varrezave të dëshmorëve. Në kuadrin e këtij projekti janë asfaltuar rreth 600 metër linear rrugë që të çon tek varrezat e dëshmorëve, ndërkohë që janë kryer dhe punimet brenda varrezave që konsistojnë kryesisht në shtrimet e shesheve brenda varrezave të dëshmorëve, që kanë qenë dhe pjesët më të dëmtuara të dy ambienteve ku ndodhen fotografitë e dëshmorëve, si dhe të një pjese të varreve. Unë personalisht jam i kënaqur me kohën dhe me fondin që kemi pasur që kemi vënë në dispozicion, jam i kënaqur me ndërhyrjen që kemi realizuar dhe them se do t'i bëjmë një pritje dinjitoze 70 vjetorit të çlirimit të vendit.